Absolutisht të re dhe të freskët sonte dhe Albinako Shining. Shkëlqeni që të tre, më thoni se si u duk nisja e premierës, edicionit të tretë. Unë fakt kisha përgatitur një statement shumë gjatë fakt për të edicionin e tretë, por doja t'ju uroja për casting, për vazhdimsinë, për mundin dhe për suksesin, sepse besoj që ky është një cast i mrekullueshëm me njerëz të pjekur, ku vërtet ne do ndërtojmë një dialog me vlera publike siç unë kam kërkuar gjithmonë. Edhe besoj shumë në fakt. Mirë, po të gjitha këto mua Laura më krijoi shumë stres sepse e pash të mrekullueshme në skenë. Ishte më e mirë mbrëm në fakt, po prap Laura ishte e mrekullueshme, ishte një balerinë e vërtet. Ishte nga ato balerina që justifikojnë vërtet emocionin që transmeton baleti, sepse baleti provokon emocionet çuditshme që t'jep dhe mundësia që të kontaktosh dhe shpirtin tënd, të fluturosh, pa e kuptuar që je me këmbë tokë. Dhe unë ndjeva pak që mund ta kisha arritur këtë. Edhe arrova ta shoh Renato, shqyqy që Renato i mori ato kapaktet e nxjerrës dhe e pash. Që unë jam shumë i kënaqur me këtë startim, shumë në nivel. Shumë i kënaqur. Faleminderit. Edhe arrova them, isha shumë e mrekullueshme Alketa në hyrje, edhe me baletin dukesh shumë. Faleminderit. Valbona, jam absolutisht dakord me Bertin kur thot që nata e sotme nisi shumë bukur, dhe njëkohësisht me Alketën kur thot që ti Renato je artist, sepse kuzhina në fakt është një art shumë i sofistikuar, jo të gjithë din ta bëjnë. Pra artist në kuzhinë, artist në skenë, bravo të qoftë, ti arrite. Laura isha e mrekullueshme, absolutisht. Depërtove gjithçka depërtoj ke unë. Duke nisur nga muzika, ke lëvizjet, ke emocioni, isha e mrekullueshme. Albinako thot përshtypjen e tij dhe ju bëni gati pikët ndërkohë Berti dhe Bona. Të them të drejtën, Alketa, nuk e di, më pëlqeu, mund të them, ose s'mund të them, më saktë më pëlqeu. Ajo që doja unë të ndaloj ishte kjo që në interpretimet koreografike unë do i të ndaj me dy pjesë. Interpretimi i parë është interpretim ku elementët teknik janë aq evident sa që njëherë sfumojnë dhe koreografi dhe mesazhin e saj. Pastaj ka dhe koreografi, tamam si një arrëdim i bukur i një shtëpie, kupton ku ka mesazhe, ka element aksesor, është muzika, shumë gjëra që, se më thonë, unë i quaja kamuflazh në koreografi, gjë që unë di dhe ti përdor. Por, gjithsesi në rastin tuaj, unë doja thuaj që unë kam shpresë dhe besoj, duke u lënë në vazhdimsi të këtij rrugtimi, për të bindur unë që në arradime kaq të bukura, si më thon habitantët e saj, domthonë flas elementet, si ju do arrin ta përligjin apo jo. Megjithatë, ekzekutimi juaj sot ishte mrekullueshëm. Pikët e Roberta Liaj. Filloj me vlerësimin. Sa pikë fiton Nezha me kolli? 7 pikë. Mirë, një nisje optimiste. Valbona? 9 pikë. Bukur. Albi? 8. Dhe mesatarja e 3 vlerësimeve na sjell sonte për Laura Nezhën dhe Renato Mekollin 8 pikë. Jeni të parët dhe për inerci të uleni në thronin e mbretit, do të shohim se cilët do të jenë kolegët që do t'ju sfidojnë. Do të vazhdojmë garën me një çift i cili do të na vërtetojë që është me të vërtetë shumë e rëndësishme kimia, jo vetëm në dashuri, por edhe në profesion, në punë, në art. Ai është një DJ në profesionin e tij, edhe do ta xhongleronte atje në pistën e vallëzimit, njësoj se do të ndodh sot Gjesi, ndërsa ajo me siguri do t'i rrotullonte çunat simpatik me 320 në orë me ato forma egzotike që ka. Pantera e zezë spektaklit ton, Gjesi, braziliania, këngëtare me shumë talente, dhe DJ Viki bën gati tani për një latino shumë fort. Jaycee Hennessy, modelja dhe këngëtarja braziliane që pjesëmarrje në Dance With Me e konsideron mundësinë më të mirë të jetës. Ka qenë pjesë e reality show-t Swiss Boys on World Tour e përfolur lidhja e saj dashurisë me 50 Cent. Një romancë e bukur dashurie, cilës ndoshta do të kushtojë një vals në Dance With Me Albania.
DJ Viki. Producenti rrymës elektronike dhe hip-hop. Fituesi i edicionit Red Bull Freestyle dhe pjesëmarrës i finales botërore në Toronto, Kanada. Ka bërë miliona njerëz të kërcejnë në ritmet e miksimeve të tij, ndërsa sot vjen të kërcejnë në miksimet e Dance With Me.